Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Shqipëria do të prodhojë anije ushtarake dhe tregtare në Pashaliman përmes partneritetin me Fincantieri. Kryeministri Edi Rama tha se projekti do të forcojë flotën detare dhe do të hapë rrugë për eksport. Kantieri i ri pritet të krijojë qindra vende pune. Në Pashaliman do të ndërtohet një kantier modern për prodhimin e anijeve, në kuadër të një marrëveshje strategjike mes qeverisë shqiptare dhe ekonomisë italiane. Fincantieri, një nga ndërtuesit më të mëdhenj të anijeve në Europë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se përmes këtij bashkëpunimi do të plotësohen nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, duke shtuar se fillimisht do të ndërtohen 2 anije, ndërsa numri total i flotës pritet të arrijë në 7 njësi, në përputhje me angazhimin e vendit në kuadër të NATO-s. Do të jemi të parët që do të përfitojnë nga produktet e shoqërisë në mënyrë konkrete nga 2 anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe që do të çojnë në 7 numrin e flotës tonë, e cila në termat e përcaktuara nga statusi janë madhore, por sigurisht dhe me NATO është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë së Shqipërisë në mesdhe, edhe më pas sigurisht prodhimi do të vazhdojë më tej për të eksportuar këto anije, aty ku sigurisht është e qartë që teknologjia e re dhe inovacioni që do të shoqërojnë këtë rrugtim do të implementohet. Një nga elementet kyç të marrëveshjes është ndikimi në punësim dhe arsimin profesional. Kantieri i ri në Pashaliman pritet të hapë rreth 400 vende pune, ndërsa të rinj, veçanërisht nxënësit e shkollave industriale në Vlorë, do të kenë mundësinë të përfshirë në programe formimi të specializuara. Kjo marrëveshje është një lajm shumë i mirë për të rinjt, për vajzat e djemtë të shkollës industriale të Vlorës, të cilët do të jenë të parët, të cilët do të kontaktohen dhe do të ftohen për të marrë pjesë në një rrugtim formal të përshtatur për të qenë nesër, edhe jo në një të ardhme të largët, por në një të ardhme shumë të afërt, pjesëmarrës të kësaj shoqërie të re ekselence në territorin ton, pra në qytetin e tyre të lindjes, dhe ata sigurisht do të jenë të shoqëruar në rrugën e tyre të formimit nga profesionet e Fincantierit dhe do të arsimohen si në Itali, pikërisht aty ku Fincantieri ka dhe shpirtin e saj, bazën e saj, por edhe në Shqipëri, në Pashaliman, ku ky shpirt i dytë themi do të marrë jetë së shpejti. Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit ushtarak dhe industrial, duke forcuar njëkohësisht rolin e Shqipërisë në bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e sigurisë dhe ekonomisë. Nisma për paqen fiskale dhe fshirjen e detyrimeve tatimore nuk janë ende në fuqi, pasi mungojnë aktet nënligjore zbatuese. Ministria e Financave thotë se vonesat lidhen me diskutimet me partnerët ndërkombëtar. Qeveria premton finalizim të paketës brenda muajit të ardhshëm. Ndonëse të miratuara që në dhjetor dhe të parashikuara për të hyrë në fuqi nga 1 janari masat për paqen fiskale dhe fshirjen e detyrimeve tatimore doganore për bizneset mbetet ende të pazbatuara në praktik. Arsyeja kryesore është mungesa e akteve nënligjore që duhet të konkretizojë zbatimin e tyre. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se procesi ka vonuar për shkak të konsultimeve dhe negociatave partner ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur rezerva ndaj disa elementeve të paketës fiskale. Sipas tij, aktet nënligjore janë në faza përfundimtare dhe pritet të publikohen brenda muajit maj. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Në të njëjtën dalje, pas mbledhjes së qeverisë, Malaj njoftoi edhe një zhvillim në fushën e sigurimeve shoqërore. Sipas tij, është ratifikuar marrëveshja mes Shqipërisë dhe Polonisë për njojën e kontributeve, një hap që prek drejt për drejt diasporën shqiptare. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është ratifikuar marrëveshja midis Republikës së Shqipërisë dhe Polonisë për sigurimet shoqërore. Është një propozim që vjen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kjo është marrëveshja e 21 nga nismat që ka ndërmarrë qeveria me vende ku ka diasporë të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë. Qeveria shqiptare mbetet e angazhuar që të vijojë me ratifikimin e marrëveshjeve të ngjashme në gjithë ato vende ku ka diasporë shqiptare prezente. Ju faleminderit. Ndërsa për sa i përket negociatave me Greqinë për njojën e ndërsjellë të pensioneve, thotë se po zhvillohen diskutime intensive.
Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë, megjithatë siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Qeveria miratoi gjithashtu një akt nënligjor që lidhet me kërkimin shkencor si pjesë e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të kapitullit 25 të negociatave me Bashkimin Evropian që lidhet me shkencën dhe kërkimin. Partia Shqipëria Bëhet ka nisur procedurat për mbledhjen e firmave për një referendum kombëtar kundër ligjit për investitorët strategjik dhe paketës së maleve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni ku është depozituar kërkesa për formularët. Në total kërkojnë 100.000 firma qytetarësh për çuarjen e nismës në votim. Partia Shqipëria Bëhet ka ndërmarrë hapin e parë zyrtar drejt një referendumi kombëtar duke synuar shfuqizimin e dy ligjeve që sipas saj prekin interesin publik, ligjin për investitorët strategjik dhe të ashtuajturën paketa e maleve. Kreu i kësaj force politike, Adriatik Lapaj, është paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të dëzuar kërkesën dhe për të marrë formularët nevojshëm për nisjen e procesit të mbledhjes së firmave. Sipas tij, nisma synon të aktivizojë qytetar në një proces të drejt vendimarrës për dy ligje që ai konsideron problematik. Jemi këtu përpara KQZ-s për të depozituar dy kërkesa në lidhje me dy ligje të cilat dukshëm po i bëjnë dëm interesit publik dhe atë dheut. Bëhet fjalë për ligjin për paketën e maleve dhe ligjin për investimet strategjike. Dy ligje mbi të cilat po justifikohet marrja dhe vjedhja e pronës së qytetarëve të këtij vendi, tashmë do të përballen me një proces për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej ligjeve për ta çuar vendin në një proces referendar, pra në një referendum kombëtar. Sipas afateve të parashikuara, nëse procesi i mbledhjes së firmave ecën pa pengesa, referendumi mund të zhvillohet në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Procesi referendar për shkak të paracaktimeve që x muaj para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve nuk mund të mbahet referendum, par dhe zgjedhjet që po vinë, i bie që nëse gjithçka do të shkojë në rregull, do të mbahet në vjeshtën e vitit tjetër. Kështu që procesi i mbledhjes së firmave do të jetë një proces gradual. Ne urojmë që firmat jo 50.000 për çdo projekt ligj, në total janë 100.000 firma, me thënë drejtën, por ne mendojmë që do duhet të mblidhen shumë dhe qytetarët do duhet të angazhohen nga çdo cep i vendit. Kushtetuta e Shqipërisë në 150 jep të drejtën qytetarëve të kërkojnë referendum për shfuqizimin e një ligji përmes të paktën 50.000 firmave të shtetasve me të drejtë vote. Kjo e fundit mund të ushtrohet gjithashtu edhe nga Kuvendi ose Këshilli i Ministrave në raste të caktuara. Procesi i nisur nga Shqipëria Bëhet pritet të kalojë në disa faza verifikimi dhe administrimi nga institucionet zgjedhore përpara se të vendoset nëse do të kualifikohet për votim popullor. Bordi i transparencës për karburantet ka vendosur ulje të re të çmimeve të naftës dhe benzinës në tregun vendas. Ndryshimet pasqyrojnë lëvizjet në bursat ndërkombëtare. Vendimi hyn në fuqi në 29 prill dhe mbetet në fuqi deri në mbledhjen e radhës. Bordi i transparencës për karburantet ka vendosur këtë të mërkur ulje të çmimit të karburanteve në vend duke reflektuar llohatit e fundit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Sipas vendimit, çmimi i naftës në tregun me pakicë ulet në 3 lekë për litër, duke vendosur në jo më shumë se 203 lekë për litër, nga 206 lekë që ishte më parë. Në tregun me shumicë, nafta është ulur me 191 lekë për litër, edhe benzina ka psuar një ulje të lehtë me 1 lekë për litër, duke vendosur në 180 lekë për litër në pikat e shitjes me pakicë, ndërsa në shumicë nuk do të kalojë 168 lekë për litër. Vendimi i ri do të hyjë në fuqi në 29 prill dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e radhës së Bordit të transparencës për karburantet, ku pritet të rishikohen sërish çmimet në varësi të tregjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar të gjithë operatorët e tregtimit të karburanteve se zbatimi i vendimit është i detyrueshëm. Në rast shkeljesh parashikohen masa administrative, përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimin e përcaktuar. SPA ka urdhëruar një valë të re kontrollesh në kuadër të hetimeve ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku lidhur me tenderin e Llogaras dhe Unazës së Madhe. Vendimi është miratuar nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Kontrollet kanë përfshirë familjar dhe bashkëpunëtor të saj.
SPA ka intensifikuar hetimet në dosjen që lidhen me ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, duke urdhëruar të paktën 15 kontrolle të reja në banesa dhe subjekte të ndryshme në Tiranë dhe rrethe. Sipas burimeve hetimore, në vendin e gjyqtarit të hetimeve paraprake është lejuar ushtrimi i kontrolleve edhe në banesat e familjarëve të Ballukut, përfshirë persona të lidhur indirekt me aktivitetin e saj. Një prej kontrolleve është kryer në banesën e Miret Recit, identifikuar si djali i tezës së ish-zyrtares së lartë. Miret Reci rezultojnë gjithashtu ortak në disa shoqëri tregtare përfshirë XL Market dhe Hipo Tregu Elektrik, ku bashkëpronar është edhe Meland Qirko, kunati Ballukut. Të dy kompanitë aktualisht kanë status të pezulluar në QKB, ndërsa SPAK po verifikon edhe lëvizjet financiare edhe pronësore të tyre. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar celular, dokumente dhe materiale të tjera që dyshojnë se kanë vlerë për hetimin. Prokurorët e posaçëm kanë kërkuar gjithashtu informacion ndërkombëtar përmes letërporosive për të ndjekur qurmët e mundshme financiare jashtë shtetit. Hetimet e SPAK-ut nuk janë të reja për këtë çështje. Më herët kontrolle janë ushtruar në kompani të mëdha ndërtimi dhe biznese që kanë fituar tendera publik me vlera të mëdha, përfshirë projekte infrastrukturore si rruga Thuman Kashar dhe lotet e Unazës së Madhe në Tiranë. Në kuadër të hetimeve janë përfshirë dhe zyrtar të ndryshëm të institucioneve në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe drejtues të kompanive kontraktore. Në disa raste kontrollet janë shtrirë në Tiranë, Fier dhe Lushnjë. Sipas dosjes hetimore, Belinda Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera në lidhje me projektin e tunelit Dhogaras dhe të disa lote të Unazës së Madhe. Po ashtu hetimet po shtrihen edhe në procedura të tjera infrastrukturore, përfshirë projektin Kashar Thuman. Çështja vijon të jetë në fazën aktive të hetimit, ndërsa SPAK pritet të analizojë provat e sekuestruara për të përcaktuar nëse do të ketë masa të tjera procedurale në vijim. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit ndaj Erion Veliajt. Avokati i tij e cilëson vendimin antikushtetues dhe ngresh shqetësime për trajtimin kolektiv të pandehurve. Mbrojtja kërkon transparencë edhe për provat digjitale të paraqitura nga SPAK. Gjykata e posaçme apelit ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, i cili kundërshtoi vendimin e shkallës së parë lidhur me pezullimin e afateve të paraburgimit. Pas shpalljes së vendimit, avokati mbrojtës Plaren Dreca e cilësoi arsyetimin e gjykatës si antikushtetues, duke argumentuar se për llogaritja e afateve të paraburgimit në mënyrë kolektive cënon të drejtat individuale të pandehurve. Sot besoj, siç jeni informuar, ne kishim një kërkesë që lidhet me afatet e pezullimit paraburgimit. Është një standard, siç duket, i vendosur dhe i kalcifikuar në dy gjykatët shkallës së parë dhe të apelit, kur pezullimi i afateve të paraburgimit bëhet edhe për arsye që nuk lidhen fare me personin në akuzë, pra po kthehet dhe një zgjatje afatesh paraburgim në mënyrë kolektive. Pra nga sjellja një pandehuri e pson edhe një i bashi pandehur, që në këtë vështrimin tonë është një gjë absurde dhe antikushtetuese. Në reagimin e tij, Dreca komentoi edhe një vendim tjetër të fundit, atë të Ilir Beqajt, i cili u lejua të qëndrojë jashtë kafazit të qelq gjatë seancave gjyqësore. Sipas tij, ky është një hap pozitiv për të gjithë pandehurit që nuk paraqisen rrezikshmëri të lartë dhe që kërkojnë të ushtrojnë të drejtën e mbrojtjes në kushte dinjitoze. Kjo është një shpresë për të gjithë ata të cilët nuk paraqesin rrezikshmëri të posaçme dhe në kuptimin e dhunës fizike, por të mos qëndruar në kafaz. Pra nuk është thjesht çështja e Zot Veli apo një emër tjetër konkret, është për të gjithë ata të cilët duhet ta ushtrojnë mbrojtjen e tyre në mënyrë efektive dhe të lirë pranë avokatit të tyre, në mënyrë që të bëjnë një mbrojtje dinamike përballë prokurorëve dhe mos të ketë pabarazi palësh në proces. Çështja e afateve të paraburgimit dhe mënyrës së trajtimit të pandehurve vijon të mbetet një pikë debati mes palëve, ndërsa procesi ndaj Veliajt pritet të vijojë me zhvillime të tjera në vijim. Hetimet për vrasjen e çiftit Mujeci në Torovic kanë hyrë në një fazë të re pas gjetjes së një tjetër automjeti të dyshuar. Policia e Lezhës ka sekuestruar prova që lidhen me autorët e shpadhur në kërkim. Dyshohet se mjetet janë përdorur për ndjekje dhe ekzekutim. Policia e Lezhës ka zbuluar një tjetër provë kyçe në hetimin e vrasjes së çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci në Torovic, duke gjetur automjetin e dytë të dyshuar të përdorur nga autorët e ngjarjes. Bëhet fjalë për një Audi A4, i cili u gjeti braktisur në një rrugë dytësore në një zonë rurale, pranë një are dhe një kanali. Sipas të dhënave paraprake, brenda automjetit janë sekuestruar një kask motori, një portofol dhe disa dokumente identifikimi që dyshohet si përkasin personave të shpadhur në kërkim nga policia. Mjeti është dërguar për
për ekspertizë kriminalistike për të përcaktuar gjurmët biologjike dhe teknikën që mund të ndihmojnë në identifikimin e plotë të autorëve. Hetuesit dyshojnë se Audi A4 është përdorur nga bashkëpunëtorë të grupit kriminal në rolin e vëzhguesve, të cilët kanë ndjekur lëvizjet e viktimave përpara atentatit, duke koordinuar veprime me automjetin tjetër të përdorur për ekzekutim. Një ditë më parë, policia kishte bllokuar edhe automjetin Volkswagen Polo, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët që qelluan me breshëri drejt çiftit Mujeci. Ky mjet rezultoni marrë me qira dhe ishte gjetur në banesën e një personi të shpadur në kërkim, identifikuar si besnik Kolndreu, i dyshuar për përfshirje në krim. Për ngjarje janë shpallur në kërkim Florian Renato dhe Adriano Mihillaj, të cilët dyshohen se autor të drejt për drejt të vrasjes. Sipas hetimeve paraprake, krimi dyshohet të ketë motive akmarrje që lidhen me një konflikt të vjetër mes familjeve, i cili daton rreth 10 vite më parë në zonën e Malit të Jushit. Në ato kohë, Kenz Mihillaj, pjesëtar i familjes së të dyshuarve aktual, ishte vrarë në një konflikt të çastit. Ngjarja kishte sjellë një zinxhir hetimesh dhe procese gjyqësore, por më pas, disa prej të përfshirëve, përfshir Kreshnik Mujecin, u shpallën të pafajshëm për mungesë provash nga gjykata. Aktualisht, grupi hetimor po përpiqet të rindërtojë të gjithë dinamikën e atentatit të fundit, duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë, gjurmët e automjeteve dhe komunikimet e dyshuara mes autorëve. Dy mjetet e gjetura pritet të jenë prova vendimtare për zbardhjen e plotë të ngjarjes që ka tronditur zonën në Mirdit dhe Mëgjër. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka kaluar në shqyrtim padinë e Ajola Xozës dhe zyrës së saj ligjore për kthimin e sendeve të sekuestruara nga SPAK. Ajo kundërshton vendimet e gjykatave duke i cilësuar si shkelje të procesit të rregullt ligjor. Çështja lidhet me hetimet ndaj saj dhe bashkëshortit Erion Veliaj. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka pranuar për shqyrtim padinë e Ajola Xozës dhe studios së saj të avokatisë, e cila kërkon kthimin e sendeve personale të sekuestruara gjatë hetimeve të zhvilluara nga SPAK. Xoza, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, kundërshton vendimet e mëparshme gjyqësore që kanë lënë në fuqi sekuestrimin e telefonit dhe sendeve të tjera personale. Sipas saj, kontrollet e ushtruara në banesë dhe në aktivitetet e saj profesionale kanë cënuar parimin e një procesi të rregullt ligjor dhe të kaluar kufijtë e proporcionalitetit. Më herët, në maj të vitit kaluar, Gjykata e Lartë e Shqipërisë kishte rrëzuar një kërkesë të ngjashme për kthimin e telefonit dhe sendeve të sekuestruara. Sipas hetimeve të SPAK, Ajola Xoza po hetohet për disa vepra penale, përfshirë korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Hetimet lidhen me aktivitetin e saj në subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse. Dosja në ngarkim të saj po shqyrtohet në themel nga Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar së bashku me çështjen ndaj Erion Veliajt dhe disa biznesmenëve të tjerë të përfshirë në të njëjtin hetim. Ndërkohë, çështja e sekuestrimeve pritet të jetë një nga pikat kryesore të debatit kushtetues, pasi mbrojtja pretendon se provat janë marrë në mënyrë të palishme, ndërsa prokuroria kombëgul se ato janë pjesë e një hetimi të një skeme më të gjerë korrupsioni. SPAK ka dhënë pretencën për një nga fraksionet e dosjes e revanshi që lidhet me grupe të strukturuara kriminale në vend. Në total janë kërkuar 127 vite e 6 muaj burg për 12 pandehur. Hetimet bazohen edhe në komunikimet e aplikacionit të koduar Sky ECC. SPAK ka paraqitur pretencën për një nga pjesët e dosjes së njohur si revanshi, një hetim i gjerë që lidhet me veprimtarinë e disa grupeve të strukturuara kriminale në Shqipëri. Sipas organit të akuzës, në total janë kërkuar 127 vite e 6 muaj burg për 12 pandehur të akuzuar për vepra të rënda penale, përfshirë sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjeve dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Çështja është trajtuar me gjykim të shkurtuar, çka ka sjellë uljet e dënimeve të kërkuara. Hetimet janë mbështetur edhe në komunikimet e nga aplikacioni koduar Sky ECC, të cilat kanë shërbyer si prova në dosje. Këto materiale janë konsideruar nga prokuroria si elemente kyç për dokumentimin e aktivitetit të grupeve kriminale. Mes të pandehurve, për Astrid Avdylaj në shkërkuar dënimi me 15 vite burg, i reduktuar në 10 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për Emiliano Shullazi në shkërkuar pashtu 15 vite burg, që zbret në 10 vite. Për Naim Stafukën është kërkuar 9 vite burg, ndërsa për Blerim Abazin 10 vite burg. Për Besian Xhixhën, Enver Divën dhe Robert Laçin janë kërkuar nga 10 vite burg secili, që me gjykim të shkurtuar zbresin në 6 vite e 8 muaj, ndërsa për Gjej Çukalin është kërkuar 10 vite e 6 muaj burg, që ulet në 7 vite. Në listë përfshihen gjithashtu dhe Miri Bruli, për të cilët janë kërkuar dënime që variojnë nga 9 deri në 10 vite burg me ulje për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar. Dosja revansh mbetet një nga hetimet më të mëdha të viteve të fundit në vend, pasi
përfshi një rrjet të gjerë të dyshuar për veprimtari kriminale të organizuar dhe bashkëpunim në nivel ndërkombëtar. Do të ecim me të tjera zhvillime. Kuvendi i Kosovës ka dështuar në zgjedhjen e presidentit të ri brenda fatit kushtetues dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme për herë të katërt brenda 15 muajve. Kryeministri Albin Kurti vijon detyrën me kompetenca të kufizuara. Kosovës do t'i drejtojë sërish kutive të votimit pasi kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri brenda fatit kushtetues që përfundon mesnatën mes së martës dhe së mërkurës. Ky zhvillim shënon një tjetër kapitull të krizës politike që ka përfshirë vendin. Sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës, tashmë ka nisur zyrtari shafati për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, të cilat duhet të mahen brenda 45 ditëve. Kuvendi konsiderohet i shpërndar automatikisht, ndërsa kryeministri Albin Kurti vijon të drejtojë një qeveri në detyrë me kompetenca të kufizuara. Këto janë zgjedhjet e katërta në harkun kohor të vetëm 15 muajve dhe të tretat parlamentare që nga shkurti i vitit të kaluar, një tregues i paqëndrueshëm politik që ka shoqëruar institucionet e vendit. Në zgjedhjet e mëparshme, lëvizja vetëvendosje doli forcë e parë, por fillimisht nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme për 61 mandatesh për të qeverisur e vetme. Pas një periudhe të gjatë përplasjesh politike dhe betejësh ligjore që përfunduan dhe në gjykatën kushtetuese, vendi shkoi në zgjedhje të parakoshme në fund të vitit 2025. Në këtë raund, Kurti arriti të formojë qeverinë në mbështetje të aleatëve. Megjithatë, kriza u rikthye më një herë pas konstituimit të institucioneve të reja. Këtë herë në zgjedhjen e presidentit fillimisht vetvendosja propozoi emrin e politikësve Albulena Haxhiu dhe Glauko Njufska, të cilët u refuzuan nga opozita. Në fazën e fundit, mazhoranca paraqiti kandidaturën nga shoqëria civile, por opozita kundërshtoi procedurën e ndjekur. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës akuzuan Kurtin për shkelje të rendit kushtetues, duke pretenduar se votimi u zhvillua pa koorumin e nevojshëm prej 80 deputetësh në sallë. Mes akuzave dhe kundër akuzave, palët politike nuk arritën të gjejnë një zgjidhje, duke zhytur vendin në një tjetër cikël zgjedhor. Krizat aktuale shihen jo vetëm si një përplasje parimore, por edhe si një betejë politike për pushtet që vijon të ndikojë drejt për drejt në stabilitetin institucional të vendit. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas zhvillimeve të fundit politike, duke lënë të kuptojë të rikthimin e saj në garë. Ai ka bërë thirrje për unitet, ndërsa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit ka përfunduar pa rezultat. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë një sinjal për një rikthim të mundshëm në skenën politike aktive, duke nënkuptuar përfshirjen e saj në garën e drejtpërdrejtë me kryeministrin Albin Kurti. Rrugët që u mbyllën nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli, shkruan Osmani në postimin e saj, duke shoqëruar mesazhin me tonë reflektuese mbi zhvillimet e fundit politike në vend. Ajo i cilësoi natën e fundit si të rëndë për Kosovën pas shpërndarjes së parlamentit dhe bëri thirrje për unitet mes qytetarëve. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës. Mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Fati kushtetues 34 ditor për zgjedhjen e kreut të shtetit ka përfunduar mbrëmjen e 28 prillit pa arritur në konsensus politik në kuvend. Sipas gjykatës kushtetuese të Kosovës, në këto kushte vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditëve nga përfundimi i këtij afati. Sipas llogaritjeve kushtetuesve, data e fundit e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve është e diela e 7 qershorit, çka e vendos Kosovën në një periudhë të refushate dhe rikonfigurimi politik. Zhvillimet e fundit pritet të ndikojnë ndjeshëm në balansat politike në vend, ndërsa rikthimi i mundshëm i Osmanit në garë mund të sjellë një dinamik të re në përballjen politike në Kosovë. Të nderuar teleshikuesët, jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona do të ketë ndërprerje të përkohshme. Edhe gjatë pasdites, moti do të vijojë me reshje dhe vranësira të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4
veror me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Sarand, 13 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje të lehta shiu në disa zona. Paraditja dhe pasditja do të kenë vranësira të shpeshta me intervale të shkurtra me rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 2 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 7 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 6 gradë Celsius. Suharek, 3 deri në 8 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.